Dy viktima janë në fshatin Stanovc, por dyshohet se pronari një furrë të bukës e ka vrarë një punëtore e më pas e ka qelluar edhe veten. Krejt ngjarja dyshohet se ka ndodhur në nënkalim në këtë fshat, pra në fshatin Stanovc, dhe dy viktimat janë një burrë dhe një grua, të cilët dyshohet se njëra është punëtore dhe tjetri është pronari i furrës. Siç ka mësuar gazeta EPZ nga ekipi që gjendet në terren dhe nga burimet aty afër, dyshohet se pronari ka qelluar punëtoren e më pas e ka qelluar edhe veten. Vendi është rrethuar me shirita, ndërkohë që siç shihet nga vendi i ngjarjes, të dy viktimat kanë mbetur në nënkalim. Siç kanë thënë burime nga brenda, pra aty afër vendit të ngjarjes, dyshohet se pronari ka qelluar punëtoren për një qëllim, si të themi, motiv banal, që është lënia e punës. Ajo është qelluar me plumba, ndërkohë që pronari ka qelluar më pas edhe veten. Policia është në vendin e ngjarjes dhe po merret me rastin, ndërkohë që ende nuk kemi një konfirmim zyrtar për detaje se çfarë ka ndodhur. Ne do t'ju sjellim pamje dhe informacione për rastin i cili është ende në zhvillim.